Mirita vishemi më të dashur të emisionet pastaj. Për momentin ndodhemi në plazhin dhe në restoranin më të mirë në vend, Aquarius. Me mua afër kam një person i cili me të vërtet zhvilloi infrastrukturën e Strugës dhe gjithë Strugën. Ma mërmanja që gjithë ju tani më e dini se për kërbëhet fjalë dhe do të zhvillojmë një intervistë ku do të informojmë me më shumë detaje rreth Strugës. Përshëndetje zotëri Sela. Përshëndetje. Fillimisht të thoni si po ndjeni në këtë ditë. Shumë mirë. Struga është shumë e këndshme gjatë verës. Din tjetë e përshtatshme për turizëm veror, temperatura goxha të mira dhe të larta brenda ditës, por me një freski pastaj natën që merr kuptim pastaj fjala pushim. Do thënë, të gjithë të cilët vinë e vizitojnë Strugën kanë mundësinë që të shijojnë edhe liçenin, por edhe freskitë, mbrëmjet e freskëta të qytetit të Strugës. Rreth përgatitjeve për sezonin veror, jeni gati? Është duke punuar ende në Strugë? Natyrisht, ne po bëjmë punën tonë si pushtet lokale, ajo që na takon me përmirësimit të infrastrukturës së qytetit në mënyrë që të jetë më i pranueshëm dhe më i gatshëm për të pranuar turistë. Kushtere them që turistët janë reklam shëtitës, për mirë ose për keq. Dhe prandaj në çdo moment mundohemi që bëjmë kënde atraktive në qytetin e Strugës në mënyrë që të kemi sa më tepër turistë dhe reklam të mirë për Strugën, që çdo vit më tepër të shtohen turizmi dhe turistët në Strugë. Të vazhdojmë pak më tej. Çka është karakteristike për Strugën? Ndonjë detaj, ndonjë vend tjetër, për shembull për të gjithë ata që faktikisht s'kan ardhur këtu, thjesht dojnë të vinë në Strugë. Cilat vende i preferon zoti Zedin Sela? Po nuk doja të them atë që dihet më, që Struga është një qytet buz liçenit, të Ohrit. Dhe ky është një atraksion turistik. Po përveç kësaj, Struga ofron mundësinë edhe turizmit lumor. Ka edhe lumindrin, i cili kalon mes për mes qytetit. Dhe jo vetëm, Struga ka kushte të mrekullueshme edhe për turizëm malor. Kemi disa pika, të cilët ofrojnë kushte shumë mira, siç është Belica e Sipërme, është një vend, një fshat shumë atraktiv me kushte për turizëm malor. Gjithashtu janë stanët e Podgorcit, stanët e Llabunishtës, gjithashtu edhe një pikë të rëndësishme turistike të turizmit malor është edhe fshati Kou. Gjithë janë këto mundësi të cilët i ofron Struga si Strugë, si qytet. Dhe përveç kësaj, Struga e ka edhe një specifik tjetër. Struga është qyteti që bashkon Toskët dhe Gegët. Është ndër vetmet qytete që i ka shqiptaria, dhe të cilën Toskët dhe Gegët bëhen bashkë me një qytet. Kështu që unë shpesh e them edhe me humor, unë jam kryetar i njëjtit nivel me Bujar Nishanin dhe më tepër se Hashim Thaçi. Sepse ai është vetëm kryetari i Gegëve, ndërsa unë jam edhe kryetari i Toskëve dhe i Gegëve, njësoj si Bujar Nishani. Një pyetje personale për ju, zotëri Sela. Më shumë turizmi në plazh apo në mal? Tani, për mua, personalisht, në këtë kohë, s'kam kohë as për njërën as për tjetën, drejt t'ju them, mundohem të gjej pak të një javë ditë, sepse janë goxha angazhime, janë problemet e qytetit dhe rregullimin që dua t'i bëj Strugës për ta kompletuar atë imazhin të cilin e kam pas prej në fushatën elektorale të 2013-s. Dhe pastaj është edhe angazhimi tjetër politik që e kam si kryetar partie. Janë pandashme edhe turizmi malor edhe liçeni, në qoftë se vinë në Strugë, sepse nga liçeni sheh malet dhe nga mali sheh liçeni. Do të thënë është një peizazh i mrekullueshëm, por unë do të thoja këtë. Jo vetëm tani si kryetar komune, por çdo herë kam thënë këtë. Sa herë që më ka rastisë që të shkoj dikund për pushim, ku diun, në Det, në Durrës ose në Bregdetin shqiptar, i them drejtën mezi pres që të kthehem në Strugë dhe të freskohem, sepse liçeni i Strugës të siguron freskinë. Përveç tjerave, është temperaturat e ujit janë të tilla që edhe freskohesh, gjë që s'ta ofrojnë këto turizmi nëpër Det. Unë nuk do e kisha ndruar asnjëherë një javë ditë shpushim që duhet bërë në Strugë. Shumë ndryshime këto vite. Sa ka qenë e rëndë? Ka qenë dhe është e rëndë. Është e rëndë sepse i kam trashëguar përveç problemeve, po them borxhet financiare që janë, edhe një mentalitet të mbrapsht. Një
një mentalitet i cili uzurpon hapësira publike, i cili mirat e përgjithshme të cilët të duhet t'i gëzojnë qytetarët, por jo vetëm Strugës, por edhe turistët, janë lejuar të uzurpohen në mënyrë pa skrupull nga ana e bizneseve private. Është kriju një kaos i vërtet urbanistik, të cilin unë prej fillim kur kam marrë mandatin jam munduar që ta pastroj, që të vejë rregull, në mënyrë që Strugës të shtohen hapësirat e gjelbërta, në mënyrë që Struga të marrë imazhin që i takon. Struga ka plot bukuri natyrore, por kësaj bukurie natyrore i duhet edhe dora e njeriut për ta ruajtur atë, për ta nxjerrë në pak këtë bukuri natyrore. Në kuadër kësaj ne jemi munduar dhe kemi bërë disa rregullime edhe qendrës së qytetit, ku është në sheshi i qytetit, ka një përmendore aty nga një gërmadh që nuk i hidhte syt kërkush, sot është shndruar një kënd shumë i bukur, të cilën e gëzojnë qytetarët e Strugës, por edhe turistët. Një shëtitore e cila është bërë qendra e shëtitjeve në Strugë, por jemi duke vazhduar dhe në kuadër të atij vizioni që kemi për Strugën, në planet tona është tenderuar dhe ka kaluar gjithçka, është edhe ndriçimi i Drinit të Zi nga poshtë, dhe në këtë formë Drini do të marrë karakterin e një pishine natyrore, e cila të shfrytëzohet besoj, jo vetëm ditën, por edhe në mbrëmje, sepse i tillë është edhe pozicioni. Ne vetëm, prandaj thash, duhet vetëm që ta trajtojmë të bukurinë natyrore që e ka Struga dhe ta nxjerrim, ta bëjmë të shfrytëzueshme për turistët dhe për qytetarët. Natyrisht tani është sezona turistike vetëm ka nisë dhe do të ketë surpriza për Strugën akoma. Ku bën plazh do të rizjedhin Sile? Ka ndonjë vend të preferuar në Strugë? Që ndoshta edhe si i vogël keni dalë aty dhe vazhdoni. Si i ri më tepër plazh kam bërë te Drini. Sepse Drini është më i lehtë edhe për të notuar. Ka edhe temperaturën disi, ndoshta është ndjesia e tillë, por nëse thash që kam frekuentuar edhe turizmin malor në Strugë, nëse e sheh nga mali, do ta shihni që mes për mes liçenit kalon lumi Drin dhe nuk përzihet uji i liçenit me ujin e lumit. Edhe temperatura e ujit e Drinit disi është më e ngrohtë, është më ndryshe. Pastaj ndoshta s'ka ngel vend këtu në Strugë nuk kam bërë plazh apo jo. Dhe ndoshta këtë kohë pak ka munguar, kuptohet sepse janë obligimet, por kur merresh me politikë dhe kur merr përsipër çështje publike, gjëja e parë që duhet llogarisish është që të harrosh vetveten. Dhe unë po bëj plazh gjithandej ku bëjmë plazh turistët sot, dhe ku kënaqen qytetarët e Strugës. Është kënaqësi të cilën e ndaj me ta pa marrë parasysh që nuk janë prezente. E dime që turizmi, sa do pak veror, ka dhe rreziqet e veta. Sa janë të përgatitur për rreziqet, sa i përket të gjithë qytetarëve dhe të gjithë turistëve të cilët do të vinë këtu. Keni fjalën në aspekt liçeni. Vendi ku jemi këtu ne është plazh i cili është dhënë me koncesion dhe këto e kanë obligim ligjor që përveç shfrytëzimit të hapësirave publike me koncesion, kanë obligim ligjor që të sigurojnë edhe këto ruajtësit dhe shpëtimtarët e liçenit. Dhe mendoj që ekzistojnë të gjithë shenjat e rrezikut dhe paralajmëruese dhe bashkëpunim edhe me kyçin e kuq në Strugë. Mendoj që plazhet janë sigurta, ka edhe shpëtimtarë të cilët vazhdimisht vrojtojnë dhe janë aty për ndihmuar në çdo moment nëse shfaqet ndonjë rrezik i tillë. Sa është e vështirë? Unë shfrytëzoj rastin t'ju bëj apel të gjithë pushuesve, të cilët dhe turistëve që kanë kujdes. Sa është e vështirë të mirëmbahet e pastërtia e liçenit dhe të lumit? Ka kosto financiare, kuptohet, por ne kemi arritur që Strugën nga një qytet jo vetëm të në liçe dhe në lumë, kemi arritur bashkë me ndërmarrjen publike komunale që Strugën nga një qytet shumë i papastër, vilën bazdore, me njëherë vitin e parë, 100 e parë mbasi morëm qeverisin, ta shndrojmë një ndër qytetet më të pastra në Maqedoni në aspekt të hapësirave publike, por edhe të plazheve dhe të Drinit. Nuk është e vështirë,
në qoftë se je i përkushtuar punës dhe në qoftë se e don vendin të cilin e ke marrë përsipër që ta menaxhosh. Ne e duam dhe prandaj mundohemi për ditë ta kujdesemi si diçka shumë të vlefshme, se në fundit e vlefshme është vendlindja jonë. Po. Dhe për fund do të pyesja një pyetje, mirë po me shumë modesti. Një apel për të gjithë turistët, pse duhet të vihet në Strug? Tani është vetë ti e the me shumë modesti. Ku diun, me shumë modesti nuk ka njeri i cili të flet keq për vendlindjen e tij. Sido që tjetë ajo. Por ne kemi fatin që jemi strugan që të kemi vetëm fjalë të mira për Strugun. Edhe këtë e them me modesti. Apo, sepse para punës është vendlindje dhe secili ka don që të ketë sa më tepër vizitor në vendlindjen e tij. Pastaj pse duhet? Po Struga, për atë që folëm. Struga ofron pushim, kuptimin e mirë të fjalës. Ka qetësinë, ka liqenin, ka lartësi mbydetare diku rreth 700 metra mbi nivelin e detit. Dhe kjo garanton mbrëmjen me të freskëta. Nga ana tjetër, brenda këtyre viteve ne kemi pasur kujdes që jo vetëm sepse ka ikur koha e turizmit klasik, vetëm plazhi, hoteli, flej, gjumë, bëj plazh dhe kështu kalon. Kemi kujdesur që të ketë edhe aktivitete kulturore gjatë mbrëmjes. Për shembull, Struga organizon festivalin Këngë Hoq, që është festivali folklorit dhe si vjet kemi 25 vjetorin, që është ditë jubilar. Shfryzoj rastin që t'i ftoj gjithë që të marrin pjesë në këtë ditë jubilar të festivalit Këngë Hoq. Kemi themeluar, është viti i tretë si vjet që mbahet, është në festivali Këtu Fest. Brenda kësaj jave janë figurat më eminente të kulturës shqiptare, të cilët vinë dhe gjatë asaj jave janë në kuadër të këtij festivalit, janë në Strug. Përmend Margarita Xhepën, Robert Ndrenika, Ber Petrovsi dhe shumë aktorë të njohur shqiptar, edhe përtej kufive të shqiptarisë, të cilët janë gati çdo vit, janë në Strug. Do thonë ka shumë gjëra, Struga din bëj surpriza. Mos flasim pastaj ke organizimet të cilët i bëjnë private dhe gjithë hotelerit, brenda verës në Strug ka shumë këngëtarë eminent shqiptarë të cilët vinë dhe janë prezente në Strug. Këtë vit kemi në plan po ashtu që të bëjmë koncert recital të dy këngëtarëve shumë njohur shqiptarë, të cilën do ta mbajmë sekret dhe kur vi momenti do të jeni të informuar. Definitivisht. Veç edhe pyetje kam për mua. Struga njihen si pikprica. Këtë edhe publiku. Është me klindër? Po e lem modestis, nuk e di. Mikprica unë nuk them që është e vështirë të gjykosh të tjerët, po unë mendoj që gjithë shqiptarët janë mikprica. Dhe është gjenetike e shqiptarëve. Struga është me shqiptar, ndoshta ka të bëjë me atë që e përmenda pak më herët. Këtu bashkohen toskët dhe gegët dhe bashkohet mikpritja toske dhe gege. Dhe kur bashkohen këto dy lloj mikpritjesh, natyrisht që duhet dalë gjë e bukur. Faleminderit shumë për modestinë dhe kënaqësi veçantë që ishe sot në emisionin pastaj. Faleminderit, kënaqësia ishte.